Zotëri, motra ime e vogël po ngrin, tha djali me një zë që i dridhej, më shumë nga frika se sa nga i ftohti. Biznesmeni u ndal si i goditur nga rufeja. Ishte mbrëmje e vonë, një nga ato mbrëmje dimri, kur qyteti duke i bukur vetëm nga brenda makinave luksoze dhe dritareve të ndriçuara. Bora binte ngadalë, por e pamëshirshme, duke mbuluar gjithçka me një qetësi që nuk kishte asgjë të butë për ata që nuk kishin ku të futeshin. Ai uli syt dhe pa djalin. Rreth 10 vjeç, me një xhaketë të hollë, të vjetër, këpucë të lagura dhe flokë të zinj të ngjitur pas balli. Pas tij, e mbështjell me një batanie të grisur, qëndronte një vajzë e vogël, ndoshta 5 vjeçe, me buzët blu dhe syt gjysmë të mbyllur. Biznesmeni, Arbeni, kishte dalë nga restoranti më i shtrenjtë i qytetit. Një darkë me partner, kontrata të nënshkruara, gota vere dhe buzëqeshje formale. Në xhepin e brendshëm, kishte një telefon që nuk pushonte së vibruari nga mesazhet e suksesit. Por tani, për herë të parë pas shumë vitesh, ai nuk ndjente asgjë nga ajo fitore. Pa menduar 2 herë, hoqi pallton e tij të trash, elegante, dhe mbështolli rreth vajzës së vogël. "Mere," tha ai me një zë të butë që as vet nuk e njihte. "Mbaje fort." Djali e shikoi me mosbesim, si të mos ishte mësuar që të rriturit të ndaleshin vërtet. "Faleminderit, zotëri, por ju do të ftoheni." Arbeni buzëqeshi lehtë. "Kam pasur dimra shumë më të ftohtë se ky," gënjeu. Në të vërtetë, nuk i kujtohej hera e fundit që kishte ndjerë të ftohtin. Ai u ul në gjunjë përballë vajzës. "Si e ke emrin, princesh?" "Elira," pëshpëriti ajo, duke u dridhur. Arbeni ndjeu një shtrëngim në kraharor. Ky emër, kjo mënyrë se si e tha, i kujtoi diçka nga e kaluara e tij, diçka që kishte mbyllur me forcë për vite me radhë. "Ku është nëna juaj?" pyeti ai me kujdes. Djali uli kokën. "Nuk kemi nën. Babai u largua. Jetojmë këtu afër, por sot na nxorën jashtë. Thanë se nuk kishim paguar qiran." Fjalët ran rënd, më rënd se bora mbi asfalt. Arbeni u ngrit ngadalë dhe hodhi syt përreth. Kalimtarët kalonin shpejt. Disa e shikonin për një çast dhe pastaj kthenin kokën, sikur skena të mos ekzistonte. "Sa kohë keni këtu?" pyeti. "Që nga mëngjesi," u përgjigj djali. "Mendova se do të gjente babai ndonjë punë sot." Një erë e ftohtë fryu më fort. Arbeni ndjeu trupin t'i dridhej, por këtë herë nuk ishte nga i ftohti. Në mendjen e tij, pamjet të vjetra u zgjuan si fantazma. Një dhomë e errët, një sobë e fikur, duar të vogla që kërkonin ngrohtësi. Ai kishte qenë dikur ai djalë. Kishte premtuar se, nëse një ditë do të bëhej dikush, nuk do të haronte kurrë atë ndjesi. Por vitet, parat dhe pushteti kishin bërë punën e tyre. "Ej," tha ai papritur, me një vendosmëri që i befasoi edhe fëmijët. "Sonte nuk do të rini këtu. Ku do të shkojmë?" pyeti djali me një shpresë të frikshme, sikur të kishte frikë ta besonte. Arbeni nxori telefonin dhe bëri një telefonat të shkurtër. Zëri i tij u bë i ashpër, biznesor, ai zë që askush nuk guxonte ta kundërshtonte. Pastaj e futi telefonin në xhep dhe u kthye nga fëmijët. "Do të vini me mua. Vetëm për sonte. Pastaj do të shohim." Djali hezitoi. "Ne nuk duam telashe." Arbeni u përkul përsëri, këtë herë duke e parë drejtë në sy. "As unë nuk dua," tha me një buzëqeshje të lehtë. "Dua vetëm që motra jote të mos ngri." Pas pak minutash, ata ishin në makinën e tij. Ngrohtësia e brendshme e bëri Elirën të pshertinte lehtë, sikur trupi i saj më në fund po dorëzohej. Djali, që quhej Ilir, mbante dorën e saj fort, sikur të kishte frikë se gjithçka do të zhdukej nëse e lëshonte. Ndërsa makina ecte nëpër rrugët e ndriçuara, Arbeni i shikonte nga pasqyra. Nuk ishin thjesht 2 fëmijë të varfër. Ishin një kujtesë e gjallë e asaj që kishte qenë dhe asaj që kishte harruar. "A jeni i pasur?" pyeti papritur Iliri, me sinqeritetin brutal të fëmijëve. Arbeni i qeshi lehtë. "Po," tha. "Shumë njerëz do ta thoshin këtë. Atëherë pse dukeni i trishtuar?" Vazhdoi djali. "Pyetje e thjeshtë, përgjigje e vështirë." Arbeni nuk u përgjigj menjëherë. Makina ndaloi para një hoteli luksoz, një nga pronat e tij. Ai u kthye dhe tha, "Ndoshta sepse parat nuk i mbajnë gjithmonë njerëzit ngrohtë." Iliri nuk e kuptoi plotësisht, por tundi kokën. Ata hynë në hotel me shikimeve të habitura të stafit. Arbeni nuk tha asgjë, vetëm bëri një shenjë me dorë. Brenda pak minutash, fëmijët ishin në një dhomë të ngrohtë, me drita të buta dhe një shtrat të madh. Elira tashmë flinte,
e mbështjell me batanije të pastra. Iliri u ul në një karrige dhe shikonte motrën e tij, sikur të kishte frikë se ishte një ëndër. Faleminderit, tha ai më në fund. Askush nuk na ndihmon zakonisht. Arbeni ndjeu një dhimbje të thellë. Ndonjëherë, tha ai ngadalë, njerëzit kanë nevojë vetëm për një ndalesë të vogël që t'u kujtohet të shohin. Ai u drejtua nga dera, por ndaloi. Ilir, nesër do të flasim. Ka disa gjëra që duhet t'i rregullojmë. Djali e pa me sy të mëdhenj. Si çfarë? Arbeni buzëqeshi, këtë herë me diçka që i ngjante shpresës. Si fillimi një jete, ku nuk do të duhet të thuash më kurrë. Motra ime po ngrin. Dera u mbyll ngadalë pas tij. Arbeni qëndroi për një çast në korridor, me duart që i dridheshin. Për herë të parë, pas shumë vitesh, ai ndjeu se kishte bërë një gjë të vërtetë. Por ai nuk e dinte ende se ky takim i rastësishëm do t'i ndryshonte jetën përgjithmonë, dhe se e kaluara e tij ishte shumë e lidhur me këta dy fëmijë se sa mund ta imagjinonte. Arbeni nuk fjeti atë natë. Qëndroi ulur në koltukun e dhomës së tij në katin e fundit të hotelit, me dritat e qytetit që shtrieshin poshtë si një det yjesh artificial. Për herë të parë pas shumë vitesh, mendja e tij nuk rrotullohej rreth shifrave, aksioneve apo marrëveshjeve. Rrotullohej rreth dy fytyrave të vogla, një vajze që dridhej nga i ftohti dhe një djali që përpiqej të ishte burr para kohe. Zotëri, motra ime e vogël po ngrin. Fjalët i kumbonin në kokë pa pushim. Në mëngjes herët, para se hoteli të zgjojë plotësisht, Arbeni thiri asistenten e tij personale, Mira. Dua një gjë të thjeshtë dhe të menjëhershme, tha ai me zë të qetë, por prerë. Gjej gjithçka për dy fëmijë, Ilirin dhe Elirën. Ku kanë jetuar, kush janë prindërit, çdo gjë. Pa policë, pa zhurmë. Mira hezitoi për një sekond. Ajo e njihte mirë Arbenin. Kur ai fliste kështu, diçka serioze po ndodhte. Do të merrem menjëherë, u përgjigja ajo. Pak më vonë, Arbeni zbriti në restorantin e hotelit. Iliri ishte ulur në një tavolinë, me një filxhan qumësht të ngrohtë përpara, ndërsa Elira po hante ngadalë, e habitur nga bollku i ushqimit. Mirë mëngjes, kampion, tha Arbeni me një buzëqeshje të lehtë. Iliri u ngrit menjëherë në këmbë. Mirë mëngjes, zotëri. Ulu, i tha Arbeni. Këtu nuk kemi nevojë për formalitete. Elira e pa me sy të mëdhenj. A do të na nxirrni sot jashtë? Pyeti ajo me një zë të vogël. Zemra e Arbenit u shtrëngua. Jo, u përgjigj ai menjëherë. Askush nuk do t'ju nxjerrë askund. Iliri e shikoi me kujdes. Ne nuk kemi para për t'ju paguar. Arbeni qeshi lehtë, por pa ironi. Dëgjo, Ilir, ka gjëra në jetë që nuk paguen me para. Dhe kjo është njëra prej tyre. Pasi mbaruan mëngjesin, Arbeni shoqëroi në një dyqan rrobash. Elira prekte çdo gjë me kujdes, sikur të kishte frikë se do ta qortonin. Zgjidh çfarë të pëlqen, i tha ai. Vërtet? Pyeti ajo, duke hapur syt. Vërtet? Iliri u përpoq të refuzonte. Mjafton vetëm diçka e thjeshtë. Ilir, e ndërpreu Arbeni, kur je kujdesur gjithë jetën për të tjerët, ndonjëherë duhet të mësosh të pranosh edhe për veten. Djali i heshti. Ishte hera e parë që dikush i fliste kështu. Pas dite, Mira u kthye me fytyrë serioze. I gjeta, tha ajo. Nëna ka ndëruar jetë para 3 vitesh nga një sëmundje. Babai quhet Adrian. Ka qenë punëtor ndërtimi. Para një viti humbi punën, pastaj u zhduk. Ka borxhe, shumë borxhe. Arbeni ndjeu një goditje të çuditshme në kraharor. Adrian përsëriti ai emrin. Një kujtim i mjegullt u shfaq në mendjen e tij. Një burr i ri, duar të forta, sy të lodhur, që punonte krah tij në një kantier ndërtimi, shumë vite më parë, kur Arbeni nuk ishte askush. A ka foto? Pyeti. Mira ia zgjati telefonin. Sapo Arbeni e pa, gjaku ju fto. Ishte ai, i njëjti njeri, i njëjti Adrian. Është ai, pëshpëriti. Çfarë thatë? Pyeti Mira. Arbeni u mbështet në karrige. Kam punuar me të dikur. Ai më shpëtoi jetën. Mira mbeti pa fjalë. Arbeni u ngrit menjëherë. Duhet ta gjejmë. Hani. Ndërkohë, në hotel, Iliri po luante për herë të parë me lodra të reja. Elira qeshte, një e qeshur e pastër, që Arbeni e dëgjoi nga korridori dhe që i mbushi syt me lot. Ilir, tha ai, duke u afruar. Dua të pyes diçka. Babai juaj, a e mbani mend mirë? Iliri uli kokën. Po. Ai ishte i mirë. Gjithmonë na thoshte se një ditë gjithçka do të bëhej më mirë. Arbeni mbylli syt për një çast.
A do të donit ta shinit përsëri? Iliri ngriti kokën me shpejtësi. Po, sigurisht, por askush nuk e gjen dot. Ndoshta, tha Arbeni ngadalë, ndonjëherë njerëzit humbasin sepse mendojnë se nuk vlen më. Iliri e shikoi, pa e kuptuar plotësisht. Mbrëmjen e asaj dite, një telefonat erdhi nga një streh për të pastrehet në periferi. Kemi një burr këtu që përputhet me përshkrimin, tha zëri në telefon. Quhet Adrian. Është shumë i dobët. Arbeni nuk humbi asnjë sekond. Kur hyri në streh, aroma e lagështisë dhe e lodhjes njerëzore e goditi menjëherë. Në një qoshe, ulur në një stol druri, ishte ai. Adrian, tha Arbeni me zë të ulët. Burri ngriti kokën. Sytë e tij të lodhur u hapën nga habia. Arben, je ti? Ata u pan për disa sekonda pa folur. Vite, dështime, dhimbje, gjithçka ishte aty. Fëmijët e tu janë gjallë, tha Arbeni, dhe kanë nevojë për ty. Adrian uli kokën, lotët i rodhën në heshtje. Nuk meritoj t'i shoh. Arbeni ju afrua dhe i vendosi dorën mbi shpatull. As unë nuk mendoja se meritoja shumë gjëra, por dikush më dha një shans. Tani është radha jote. Të nesërmen në mëngjes, Iliri dhe Elira po vizatonin në dhomë kur dera u hap. Kam një surprizë, tha Arbeni. Në prag qëndronte Adrian, i pastruar, me rroba të thjeshta, por me syt plot shpresë. Baba, bërtiti Elira dhe vrapoi drejt tij. Iliri qëndroi për një çast i ngrirë, pastaj vrapoi edhe ai. Adrian u gjunjëzua dhe i përqafoi fort, duke qarë pa zë. Arbeni u kthye nga dritarja, duke u përpjekur të fshihte lotët. Ai e dinte se kjo nuk ishte fundi i historisë. Ishte vetëm fillimi, sepse tani, ai nuk ishte më thjesht një biznesmen që kishte dhënë një pallto. Ai ishte bërë pjesë e një familjeje që por i ngrihej nga e ftohta. Ditët e mëpashme ishin të mbushura me lëvizje, zëra dhe emocione të papritura. Arbeni e kishte bërë të qartë që fëmijët nuk do të ktheheshin më në rrugë, por kjo nuk ishte thjesht një çështje dhurate. Ishte fillimi i një përgjegjësie që ai nuk e kishte ndjerë kurrë më parë. Ai vendosi që të ndërtonte një rutinë për ta. Çdo mëngjes, ata do të hanin mëngjes së bashku. Pastaj do të kishin kohë për lojëra, mësime dhe aktivitetet e tyre të përditshme. Arbeni e dinte se nuk mjaftonte të siguronte ushqim dhe rroba. Fëmijët kishin nevojë për stabilitet, për siguri, për dashuri të thjeshtë që ai kurrë nuk e kishte marrë si fëmijë. Ilir, sot do të shkojmë në bibliotekë, tha ai një mëngjes. Në bibliotekë, pyeti djali me kurreshtje. Po, qeshi Arbeni. Atje ke libra që mund të lexosh dhe të mësohesh për gjëra që nuk ti mësojnë kudo. Iliri u përpoq të duke i ashpër, por sytë e tij ndriçonin. Ndërsa lexonin, Arbeni u ndalua të shikonte Elirën, që po përpiqej të lexonte fjalët e para me zë të lartë. Çdo gabim që bënte, Arbeni e përqafonte me durim dhe buzëqeshje. Nuk është problem, princesh, i tha ai. Çdo gabim të mëson diçka. Kjo qetësi dhe ngrohtësi e re ndryshoi gjithçka. Fëmijët nisën të hapeshin, të flisnin për ëndrat dhe frikrat e tyre, për gjëra që nuk i kishin thënë askujt. Arbeni, nga ana e tij, ndjeu një ndryshim të brendshëm. Parat nuk mund të blinin lumturi, por mund të siguronte kohë dhe kujdes. Dhe tani ai po e bënte këtë pa limit. Një pasdite, gjatë një shëtitje në park, Iliri i tha: "Zotëri, pse keni bërë gjithë këtë për ne?" Arbeni i heshti për pak. Ai nuk ishte mësuar të tregonte veten e tij. Por tani diçka u përplas brenda tij, sepse dikush një ditë më bëri të kuptoj se nuk duhet të harrojmë fëmijërinë tonë. Tha ai me një ton të butë. Edhe pse është vonë, ne mund të bëjmë gjëra të mira. Elira mbante dorën e tij dhe qeshi e lumtur. Ky ishte një zë që Arbeni nuk e kishte dëgjuar kurrë në shtëpinë e tij luksoze. Një qeshje që vinte nga siguria dhe dashuria. Ditët kaluan dhe Arbeni filloi të përgatitej për diçka më të madhe. Të krijonte një ambient ku fëmijët të mund të ndiheshin si në shtëpi, përtej hotelit dhe lukseve të përkohshme. Ai bleu një shtëpi në periferi, një vend ku mund të kishte kopshte të gjelbra dhe një obor të madh për të luajtur. Kjo do të jetë shtëpia juaj, u tha fëmijëve kur hyri për herë të parë. Vërtet? Pyeti Elira. Po, vërtet, tha Arbeni. Këtu nuk do të mungojë asgjë. Nuk do të keni më frikë nga i ftohti apo nga rruga. Ata vrapuan në obor dhe qeshën pa pushim. Iliri e shikoi Arbenin dhe tha me një zë serioz, por plot mirënjohje: "Zotëri, nuk e di si ta falenderoj." "Nuk ka nevojë për falënderime," tha Arbeni. "Mjafton të jeni të lumtur dhe të kujdeseni njëri për tjetrin."
por Arbeni e dinte që kjo nuk do të ishte e lehtë. Ishte vetëm fillimi i një rrugtimi të gjatë, të rikthente besimin te fëmijët, të shëronte plagët e së kaluarës dhe të përballej me të kaluarën e Adrianit. Ai e dinte se gjithçka që kishte bërë deri më tani ishte vetëm një kapitull i vogël në një histori shumë më të madhe. Në fund të ditës, ndërsa fëmijët flinin, Arbeni u ul në verandën e shtëpisë së re, duke parë dritat e qytetit në distancë. Mendja e tij kaloi te çdo moment që kishte kaluar, te çdo vendim që kishte marrë dhe te çdo çast që e kishte sjell deri këtu. Dhe ndërsa një herë let dimri përshkonte oborin, ai kuptoi diçka. Ndonjëherë mund të humbishe gjithçka që kishe, por mund të gjejë rrugën për të rikthyer diçka më të bukur, diçka të vërtetë dhe të ngrohtë. Ditët u bën javë, dhe shtëpia e re filloi të merrte formë jo vetëm si një vend për të jetuar, por si një strek ku dashuria dhe kujdesi ishin baza e çdo gjëje. Arbeni kishte marrë vendimin të mos lejonte më kurrë që fëmijët të ndiheshin të vetmuar ose të braktisur. Çdo mëngjes ai ishte i pari që ngrihej, i përgatitur për të shërbyer mëngjesin dhe për të ndihmuar fëmijët me detyrat e tyre. Ai u tregoi atyre se suksesi nuk ishte thjesht një numër në një bank, por aftësia për të kujdesur dhe për të mbrojtur njerëzit që duhen. Shiko, Ilir, i tha një ditë, ndërsa po pastronin oborin së bashku, suksesi është i bukur, por nuk vlen asgjë nëse nuk e dik për të ndarë këtë bukuri. Iliri e shikoi me sy të mëdhenj, duke përtypur fjalët. Nuk kishte dëgjuar kur dik të fliste në këtë mënyrë për të. Po, zotëri, tha ai ngadalë. Unë mendoj se e kuptoj. Elira ndërkohë po luante me qenushin e ri që Arbeni kishte sjell për ta. Vajza e vogël tashmë ndihej më e sigurt, më e lumtur, dhe për herë të parë pas shumë kohësh, nuk dridhej nga i ftohti apo frika. Një pasdite, Arbeni i thiri të dy fëmijët në dhomën e madhe të ndenjes. Ai kishte diçka për t'u treguar. Dua t'ju tregoj diçka për të kaluarën tuaj dhe për të ardhmen, tha ai. Nuk është diçka që ju kanë thënë ose që keni parë, por një gjë është e sigurt. Ju kur nuk do të jeni më vetëm. Fëmijët e shikuan me vëmendje. Iliri tunte kokën, duke përpjekur të kuptonte çdo fjalë. Ju do të shihni Adrianin shpesh tani, vazhdoi Arbeni. Ai është babai juaj dhe ka bërë gabime, por tani ka një shans për të qenë aty për ju. Dhe unë do të jem gjithmonë këtu për t'ju mbrojtur dhe për t'ju ndihmuar të rriteni të fortë dhe të lumtur. Iliri u afrua dhe e përqafoi Arbenin. Faleminderit, zotëri. Nuk e di si ta shpjegoj, por ne nuk kemi pasur kur dik si ju. Arbeni buzëqeshi, i ndjerë dhe i prekur. Nuk ka nevojë për fjalë, tha ai. Veprat flasin më shumë se çdo gjë. Në javët që pasuan, lidhja mes fëmijëve dhe Arbenit u forcua. Ata filluan të flisnin më hapur për emocionet e tyre, për ëndrat dhe frikërat, dhe për herë të parë, Arbeni kuptoi se po rikuperonte diçka që kishte humbur prej kohësh. Aftësinë për të dashur pa frikë dhe për të përkushtuar me gjithë zemër. Një ditë, duke parë Elirën dhe Ilirin që luanin në obor, Arbeni ndjeu një premtim brenda vetes. Nuk do të kishte më fëmijë të braktisur, nuk do të kishte më të ngrirë nga i ftohti apo të trembur nga jeta. Ai kishte gjetur një qëllim të ri, një arsye për të jetuar që shtrihej përtej parave dhe suksesit. Por e di që rruga e tyre nuk ishte ende e lehtë. Arbeni e dinte që sfidat e së kaluarës së Adrianit, borxhet dhe kujtimet e hidhura nuk do të zhdukeshin brenda një dite. Ai do të duhej të luftonte për të krijuar një mjedis të vërtet familjar. Një mbrëmje, pas darkës, Arbeni i pa fëmijët duke lexuar pranë oxhakut. Zërat e tyre të qetë dhe të lumtur e mbushën me një ngrohtësi që ai nuk e kishte ndjer kurrë. Ishte një ndjenjë që e bëri të kuptonte. Çdo sakrificë, çdo veprim i vogël për ta, ishte i vlefshëm. Një ditë, tha Arbeni për veten e tij, ky do të jetë një vend ku fëmijët mund të ndihen të sigurt dhe të dashur. Nuk ka të kaluar që mund ta prish këtë. Ai u ul për të shikuar borën që binte jashtë, duke menduar për atë moment të parë, kur e kishte parë Elirën të dridhej nga i ftohti. Ishte ajo pamje që e kishte ndryshuar përgjithë. Ditët kaluan në një ritëm të ngadalt, por të qëndrueshëm. Arbeni kishte krijuar jo vetëm një shtëpi, por një familje të re. Iliri dhe Elira po mësonin të kishin besim tek njerëzit dhe tek vetja e tyre. Ata po mësonin të flisnin për emocionet e tyre, të qeshnin pa frikë dhe të luanin pa kufi. Dhe Arbeni po mësonte diçka po aq të rëndësishme. Të ishte një pjesë e jetës së tyre, jo vetëm një figurë e largët që jepte dhurata. Një mëngjes, kur bora sapo ishte shkrir pak, Arbeni u zgjuar herët për të bërë kafen dhe për të përgatitur mëngjesin. Kur hyri në kuzhinë, gjeti Ilirin duke u përpjekur të bënte vezët e mëngjesit. Zotëri, a mund të më ndihmoni?
Pyeti djali me një buzëqeshje të pasigurt. Sigurisht, kampion, u përgjigj Arbeni, dhe i tregoi se si të përdorte tiganin pa djegur vezët. Elira ndërkohë po bënte një vizatim për t'ua dhuruar Arbenit. Ai e pa dhe buzëqeshi, duke ndjerë një ngrohtësi të thellë në zemër. Ishte e qartë, këta fëmijë nuk po mësonin vetëm aftësi të thjeshta, po mësonin të jetonin me shpresë dhe dashuri. Pas mëngjesit, Arbeni mori një vendim të rëndësishëm. Duhej të ndihmonte Adrianin të stabilizohej dhe të përballej me të kaluarën e tij. Ai nuk mund t'i lejonte fëmijët të rriteshin, duke parë vetëm kujtimet e hidhura të babait të tyre. Kishte ardhur koha që të gjithë të kishin një fillim të ri. Adrian, i tha një pasdite, duke ulur pranë tij në oborrin e shtëpisë, ti duhet të punosh për të ardhmen tënde dhe për të ardhmen e fëmijëve. Ata kanë nevojë për ty, por edhe ti ke nevojë për një shans të ri. Adrian u shikua i pasigurt, por diçka në fjalët e Arbenit e bëri të mendonte. Ai kishte humbur shumë kohë duke u ndjerë i pafuqishëm, por tani mund të vepronte. Do të provoj, tha ai ngadalë, për ta, dhe ndoshta edhe për veten. Ditët e mëpashme u mbushën me sfida, por edhe me momente të bukura. Arbeni ishte pranë çdo hapi, duke ndihmuar Adrianin të gjente një punë, duke siguruar që fëmijët të kishin shkollë, libra dhe aktivitetet e tyre. Dhe më e rëndësishmja, duke krijuar një mjedis ku dashuria dhe siguria nuk ishin thjesht fjalë, por veprime të përditshme. Një natë, kur të gjithë flinin, Arbeni u ul pranë dritares dhe pa qiellin e mbushur me yje. Ai mendoi për momentin kur e kishte parë për herë të parë Elirën, duke dridhur nga i ftohti. Një moment i vogël që kishte nisur gjithë këtë rrugtim. Ai kuptoi diçka të thellë. Jeta nuk është për paratë, fuqinë apo suksesin. Jeta është për ato momente që mund të ndryshojnë fatin e një personi, për ato veprime të vogla që sjellin ngrohtësi dhe shpresë. Në atë çast, Arbeni ndjeu se kishte arritur diçka më të madhe se çdo kontratë apo biznes. Kishte krijuar një familje që do të rritej e fortë, e lumtur dhe e mbrojtur nga çdo stuhije së kaluarës. Dhe kjo ishte më e vlefshme se çdo pasuri materiale. Ai buzëqeshi dhe pshërtiu lehtë. Nuk ka më fëmijë që dridhen nga i ftohti, dhe as unë nuk do të jem më larg jetës së tyre. Dhe kështu, historia e një paltoje të thjeshtë, një akt i ngrohtësie dhe një vendimi për të ndihmuar, u shndërua në fillimin e një jete të re, ku dashuria dhe kujdesi ishin gjithçka që kishte rëndësi.